I ka ndarë. Dhe ai thot, dëgjoj, po pikërisht për këtë, se du të tregojmë këtë që po thot për pikërisht për këtë zonjë, zoti avokat është zonja, po e lejojnë të shkojnë në shtëpi. Vetëm për fëmijën, edhe që është një zonjë. Ta mbaroj. Pra, pse nuk kemi represion? E para punës, në rastin e akshit, me që bëtë të paralelizëm, vërtet është zonja Kaçanaj drejtuese e institucionit dhe ka përgjegjësinë formale kryesore për drejtimin dhe përgjegjësinë e drejtimit institucionit, po mos harrojmë strumbullari isha Agasi. Nuk është ajo. Ai është njeriu që me sa duhet nga hetimi, se hetimi ka qenë proaktiv dhe i qartë dhe me prova të qarta, ka vënë lëvizje gjithë mekanizmin korruptiv dhe kriminal brenda akshit. Bashkë me Beqirin. Ato çka kemi parë në media dhe kemi dëshmi publike të Endri Meksit dhe njerëz tjerë përfshirë Progni, që unë kam ndjekur të rrjetet sociale. Kështu që ndryshon gjëra. Kurse këtu, në majën e piramidës së aferave korruptive të Bashkisë së Tiranës ka Sherion Veliaj. Nuk janë as 5D, as zonja Xoxa, as dikush tjetër. Kështu që Veliaj ka përgjegjësi kryesore. Tani do të themi një gjë një herë mirë, kemi bërë debat të studio me kolegën tuaj. Masa ekstreme e ndalimit ose e paraburgimit është një masë ekstreme parashikuar nga Karta Europiane e të Drejtave të Njerëzit, nga konventa. Legjislacioni shqiptar nuk është legjislacion as afrikan, as komunist diktatorial. Bazohet qartë në disa prerogativa ligjore, që i thotë poli dhe zonja. Pra, kur ti mund të jesh përsëritur, zoti Veliaj na rezulton ti tani pjesë e disa aferave të dyshuara korruptive. Drejta e incineratori, i cili po vazhdon të hetohet si fraksion më vetë dhe nuk ka mbaruar hetimi akoma, ku zoti Veliaj është pjesë, por nuk është i pari. Të parat janë ata që janë qeveri. Së dyti, zoti Veliaj ka intimiduar dëshmitarët përmes zonës Bushka. Është një fakt në dosje. 2. Është pandehur Bushka. Pra, është recidivist potencial, përsëritës si vepra penale, është njeri që kërcënon, është njeri që manipulon provat, i ka kapacitetin për të prishur provat dhe për të cënuar dosjen. Çfarë duhet bëjë Spaku dhe Gjikoja? Duhet zbatojnë Konventën Evropiane të Njeriut, që është e përshtatur në ligjin ton penal, që thotë në këto raste ushtrohet masa ekstreme e ndalimit, që është paraburgimi, dhe këtu nuk ka as i tragjedi, as i dram, ka vetëm propagandë të njerëzve të Ose të mblidhen në parlament ta heqin si ose të heqin kodin penal në të rinë gjithë rrugëve, por me i kusht. Kurse se ka nuk Të lutem shumë. Të lutem. Një njeri që plagos dikë, shtyp dikë me makinë, fatkeqësia që ka ndodhur një miku tonë përbashkët. Më falë, pse du të ri Petri Bozën për burgim dhe Sherion Veliaj të ri jashtë? Më ndjes Petrit, ose kam dhe mikë. Nuk besoj se është. Të lutem, jo, s'pon kupton thelbin. Jo, e marrë vesh të pjesa e për burgimit për po. Ka me 2 çunat e lagja ime që shesin. Të lutem do ta rregullosh atë mikrofonin se. Kanë shitur ashash. Rregulloj pak mikrofonin. Kush i bën më shumë dëm qytetit? Nisida. Një njeri që shet 10 gram ashash në ditë apo një njeri që vjedh 20 milion euro në vit? Kush i bën dëm më të madh komunitetit tonë? Për këtë pyetje, kanë përgjigje këta avokatët e Veliajt dhe gjithë makina propagandës? Pra tani të pyes pak, që mos kalojmë te këto. Te kjo sjellja apo le të themi sjellja e Veliajt pas arrestit, kjo ka ndikuar në vendimin e gjykatës? Ka ndikuar edhe kjo. Kjo e ka rënduar. Po sidomos veprat e rënda. I ka veprat e rënda, ka 12 vepra. Dhe është korrupsioni pasur sipas atyre, sepse është një mekanizëm i tërë që ka shërbyer për të pastruar produkte e veprës penale. Dhe janë thirrur me 10 njerëz, biznese, në shumë biznese, që janë përdorur dhe këtu ka një rol shumë aktiv dhe zonja Xoxa. Prandaj ajo është marrë në hetim. Pra këtu ka një mekanizëm të madh që ka shërbyer për të shpërblyer favoret që ka krijuar zoti Veliaj përmes biznesmenëve, është shpërblyer me skema të qarta pasimi parave. Kjo dosje është e qartë. Kush nuk ka sy, nuk e sheh. Tani pse duhet përjashtohet Veliaj nga paraburgimi nëse i plotson gjitha kushtet sipas ligjit që të paraburgoset? Nuk këtë nuk arrit ta kuptoj. Do me josh një të jap dhe disa elemente. E gjithë dosja që përgatiti prokuroria posaçme në rastin e Veliajt, përkundër asaj që ka retorik mbrojtja e tij, ka kaluar në 9 muaj për gjykim, që është një kohë relativisht e shpejtë bazuar me shumë e shpejtë. Me volumin me institucionet e tjera. Unë kam patur mundësinë të lexoj një raport të përgatitur nga Komiteti i Helsingit, i cili thoshte në gjykatën e lartë që të fillojë një çështje shkon deri në 8 vjet. Kështu që në 9 muaj Spaku ka punuar shpejt për ta çuar në gjykim. Çfarë ndodh? Seanca e parë ka filluar. Tani, duke qenë zoti Veliaj brenda qelis, mundësit që gjyqi të bëhet më i shpejt, duke patur një bashkëpunim edhe të palës së tij, është më me gjasa se sa nësa i del. Edhe pse ai vazhdon të jetë. Çfarë bën e shtyn? Po, edhe pse ai vazhdon të jetë brenda
Qelis, vazhdon dhe e shtyn. Paramendo tani nëse në rastin e tij ati i hiqet masa e arrestit Merburg, se sa mund të zgjasë një proces i tillë që ne kemi parë me zyrtarët e tjerë që çojnë, nuk çojnë avokatrit, janë të smur, janë shtetit. Pra, gjyqi do shkojë në pa marrëmiesh. Unë këtu te studiat tënde të kam thënë, se s'është vetëm Velia, po Velia është më tipiku. Që ligji i ka, i shfrytëzojnë sëmure, bëjnë, dua këtë, se lexoj dot këto, s'kam këtë, s'kam atë. Unë kam thënë këtu që këta po funksionojnë një lloj si proceset e Emiliano Shullazit dhe të Dajtit. Janë procese të cilët përfitojnë nga paraburgimi 1.5, e ke parasysh dhe i shtyjnë pa fund, etj. Derisa zoti Velia e ka ta ndisur veten me këto shtyrje deri aty, sa që gjykata dje ose pardje mori vendim dhe pezulloi paraburgimin e zotit Veliaj. Që çdo të thotë në gjuhën. Mos i konsiderohet 1.5. Mos i konsiderohet 1.5. Do ta shtysh ti. Shtyje, po e ke një ditë, jo 1.5. Që mos llogaritet. Po jo pra se loja u bë aq bajate e shtyrjes me këto teknikalitetet, me këto findet që bëjnë këta shtetarë që na kanë drejtuar parimor etj. Që Tirana po vdes, po mos jemo në zyrë, këta përdorin metoda të kriminalëve me avokatët e tyre. Me Tiranën kanë marrë punë, kanë vdekur ndërkohë me 1.500 lekë ndërtimi, kështu që gjeni një metaforë tjetër. Kanë bërë koment. Megjithatë, nëse ne flisnim për masën e Velia që nëse kthehet në detyrë, mundet prapë që të bëjë të njëjtën gjë apo të përsërisi, po mund të ketë një masë tjetër që se kthen në detyrë, në shtëpi, e kthen në arrest. Po pse do të thosë zvan shtëpi një? Çfarë drame ka këtu, Nisida? Pse ky njeri duhet të dalë nga shtëpia, nga burgu? Çfarë është ky? Me idenë që pse duhet qëndrojnë para burgut. Edhe një zot ka në këtë botë, ai është në qiell, ta tjerët janë të vdekshëm si ne. Unë Fatosi, ti, Poli, Zonja, mund shkojnë në burg gjithë nëse shkelim ligjin në mënyrë të vrazhd, në mënyrë të hapur. Unë kam një pyetje, kur mbaron hetimi, si duhet të vazhduar gjykohesh në gjendje paraburgimi apo gjendje tjetër? E përcakton ligji sipas rrezikshmërisë që ke, e përcakton gjykata. Ka shkuar ai 10 terna për gjykata, apele, gjykatë lartë, kushtetuese, është kthyer. Ty jap një shembull me që e kam ndjekur. Është gjykata që vendos, ky njeri duhet të vazhdojë në burg. Unë ndjek procesin e Hagës, të Hashim Thaçit dhe 3 liderëve të tjerë. Tani lufta ka mbaruar në 2000-shin, 99-ën. Në pushtet si janë? Po, në pushtet nuk janë më. I kanë mbajtur 2 vite e gjysmë pa nisur fare hetimi. Janë vetëm 3 muaj larg vendimit. Që mund... Jo shtyn prap, tani... Dhe nuk i kanë quar dhe zoti, njëri prej tyre, pra zoti Krasniqi, i cili është 75 vjeçar. Nuk i çojnë... Por mund të prishin prova dhe të kërcojnë dëshmitar ama. Ka mbaruar, janë vetëm 1 muaj e gjysmë, 2 muaj larg. Dhe në këtë rast, gjykata atje, po themi, ka vendosur që nuk do t'i çojnë në shtëpi. Pra kjo për të thënë që nuk është precedent. Nuk po i bjet në qafra. E kupton pa Dakor, po bëhet fjalë edhe për Karçanin me akuza shumë të rënda, pse duhet të jetë kjo diskordancë. Ka mbaruar çdo gjë, po jo se po kalojmë tek vetëm te rasti Veliaj, po pse është ky kontrasti, Poli? Të ke kjo të pyeta që më fillim. Është një dosje me akuza shumë të rënda. Unë kam qef të më ftosh një herë në studio për lajmin që nga qytetarët shqiptar te Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë ka patur 22.000 ankesa për gjyqtarët e gjykatave të tjera, se jemi fokusuar sikur po i bën, dhe GKK-ja është e vetme që jep dhe pa fajsi. Edhe 1 në 2 i ka në shtëpi. Ja ka kthyer spakun, dosjet kur si kanë. Pa fund. Është gjykata më liberale, jo represive, jo vetëm që s'është represive, po është më liberale. Dhe po të shikojmë, ne duhet të merremi dhe këta nuk interesohen me këto gjykatat e tjera që po fusin njerëz në burg dhe japin edhe kushte me 2 standarde dhe vetëm 8 procedime kishte bërë nga 22.000. Dhe këtu duhet filluar, sepse po ndodh, ta kam thënë edhe një herë, vettingu po trajtohet nga shumica e trupës gjyqtare, po trajtohet si një letër virgjërie, si një certifikat, karta bianca që të bëjnë çfarë të duan, dhe kam qef që duke trajtuar të tem të kem avokatin e një të shkreti, që s'ka as 250.000 euro se Erion Veliaj për të bërë lobim, që s'ka as avokat të huaj, që s'ka as gjithë mediat me vete,